Bismillahirrahmanirrahim. Pejgamberi Muhammed a.s. thoshte: Es-siyamu wal Kur'an yashfa'ani lil abdi fil yawmil qiyam. Agjërimi dhe Kurani do të bëhen ndërmjetësim për krijesën ditën e Kiametit. Prandaj, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, jemi në muajin e agjërimit dhe në muajin e Kuranit. Andaj shpejtoni, vraponi që të përfundoni hatmet e Kuranit, ta lexoni Kuranin, po ta lexoni edhe mes rreshtave dhe ta praktikoni Kuranin si fjalë të Allahut te bareke ve taala, që është mucize, që është mrekulli, fjalë e cila na mëson ta falim namazin, ta japim zakatin, fjalë e cila na mëson ta besojmë pra Allahun si një Zot të pashoq dhe ta adhurojmë vetëm atë dhe t'i respektojmë prindrit. Fjalë e cila është manual zgjidhës, solucion t'i bjenën li kulli shenjë, zgjidhje për çdo gjë. Prandaj, vraponi sa më shumë, ta lexoni Kuranin, ta praktikoni atë dhe ta bëni Kuranin pjesë të pandorë të jetës tuaj, jo vetëm në Ramazan, po edhe pas Ramazanit të vazhdon pra leximi i Kuranit, studimi i Kuranit, praktikimi i Kuranit jetën tonë të përditshme. Sepse kjo fjalë e cila e rregullon raportin e shoqërisë tonë, na i ruan brezat tonë, i ruan rinin, popullin i edukon që të jenë adhetar, që të jenë punëtor, që të jenë njerëz të drejtë. Prandaj lexoni Kuranin sepse ai do t'ju bëjë ndërmjetësim, pra do të jetë udhëzim për ju në këtë botë, po do të bëhet edhe ndërmjetësim edhe në ditën e Kiametit, kur dilni para Zotit të Madhërisëm. Selam aleikum.